Përshëndetje të dashur miq, sot do të mësojmë bashkë se si të bëjmë sourdough bread, bukë me maja natyrale. Marrim 300 gram miell dhe 300 gram hirë dhe i bashkojmë të dyja së bashku në një kavanos të thellë që të ketë hapësirë. Më pas i vendosim një vijë për ta shënuar dhe për ta ditur se ku ishte brumi dhe i vendosim një qese duke i hapur disa që të ketë ajër. Për 2 ditë brumi do të bëhet kështu me pulsa dhe do të jetë fryrë. Më pas vjen momenti për të përgatitur bukën tonë të parë. Marrim 150 gram miell integral dhe 350 gram miell të bardhë. I përziejmë së bashku dhe më pas i vendosim 100 gram nga tharmi që përgatitëm dhe i shtojmë 350 ml ujë të vakët. Me ndihmën e ndonjë luge ose si kjo që kam unë këtu në video, e përziejmë brumin dhe ujin ja shtojmë përsëri avash avash derisa të ketë nevojë. Si fillim brumi nuk duhet të jetë i fortë. E lëm gjys ore ose 45 minuta që të fryhet dhe më pas bëjmë palosjen tonë të parë. Brumi është bërë tepër elastik sepse mielli i bardhë ka shumë gluten dhe ja si duket në video ka krijuar pulsat e para. Pas 2-3 palosjesh çdo 45 minuta i hedhim kripën, vajin e ullirit dhe fara të ndryshme. Kripën nuk ja hedhim që në fillim që brumi të aktivizohet më mirë dhe pasi kemi bërë 3-4 herë palosje dhe kanë kaluar 4-5 orë në temperaturë ambienti të brumit, atëherë i vendosim këtë mbushin që bëm me fara, krip dhe vaj ulliri. Brumi është pak ngjitës, por duke e punuar atëherë do bëhet dhe më mirë. Mund të shtojmë pak miell përsipër dhe e marrim e palosim disa herë. Tani vjen momenti që do i bëjmë palosjen dhe do marrim një nga këto pjata të rumbullake, do i vendosim një pecet ose leckë që është për kuzhinën e pastër, i vendosim pak miell semola dhe kështu do bëhet palosja e brumit. Brumi është shumë elastik dhe ne do e hapim sa të kemi mundësi për t'i bërë palosjet dhe për ta lënë më pas gjithë natën në frigorifer të fermentohet dhe më pas do bëjmë pjekjen ditën e nesërme. Kështu brumi fermentohet dhe më mirë. Unë kisha zënë shumë brum, kështu që brumin e ndava në 2 pjesë dhe kështu e palosa në këtë formë. Besoj ju e dini që buka me tharm natyral është shumë e shëndetshme për stomakun sepse ka fermentim dhe i bën shumë mirë zorrës. Gjithashtu kur e bëjmë dhe me miell integral ose thekre, është akoma dhe më mirë. Unë e vendosa te ky koshi që e kam apostafat për të zënë bukën dhe për ta lënë aty, kështu që ju mund ta bëni siç e tregova më përpara tek një pjatë. Më pas ditën e nesërme e pas sa mirë ishte kryer, si fillim do e lëm tenxherin 25 minuta që të ngrohet dhe më pas vendosim bukën për ta pjekur, sepse tenxhera duhet të jetë e nxehtë. Unë e kam vendosur me një letër për pjekje, e lash 25 minuta me kapak, më pas ja hoqja kapakun dhe për çfarë kore të tjera. Buka ishte pjekur shumë mirë, është kërce nga jashtë dhe e butë nga brenda. Ju mësoj edhe një metodë tjetër se si ta bëni bukën me fara. Unë e lash të gjithë natën në frigorifer, më pas e ktheva nga poshtë lart. Gjithmonë buka me pjesën e poshtë duhet të jetë më e bukur, kurse lart duhet të jetë ajo që qëndroi poshtë. Më pas, te pjesa ku qëndroi buka më përpara vendosa fara susami, fara liri dhe fara lule dielli. E mora bukën, e hodha te kjo letra e pjekjes dhe e laga me qumësht ose me ujë mund ta bëni ju. Dhe tani e mora përsëri dhe vura me kokë poshtë që pjesa e poshtme ku do duket më pas të jetë mbuluar me fara. E ktheva përsëri dhe ja, fara do ngjiten kështu tek pjesa që ne e lyem me ujë dhe buka do jetë më e shijshme, por gjithashtu dhe më e bukur.
është shumë e rëndësishme që t'i bëjmë prerje bukës, se kështu do të piqet më mirë. Unë vendosa një vizë drejt dhe viza anash, duke formuar si një tip gjethje. Marrim një tavë me kapak dhe tava duhet të jetë e nxehur nga furra rreth 20 minuta më përpara se ta fusim bukën. Unë i hodha dhe disa akuj për të dhënë atë shkrirjen dhe avullin që do i japi kur ne ta vendosim në furrë. 25 minutat e para me 220 gradë dhe më pas ja heqim kapakun duke e vendosur për çerkore të tjera për me 250 gradë. Ja, si është pjekur buka, ishte perfekte, por ju lutem, mos e prini bukën e nxehtë sepse ajo duhet të kullojë. Por mua s'mu dërgua dhe unë e preva të nxehtë, por gjithsesi nuk ka asnjë problem. Ja, dhe rezultati shumë e butë dhe me një shije fantastike. Nuk do ju pëlqejnë më bukët e marketit.